kush ishin meleqët? E keni dëgjuar fjalën melek ose meleq, po e dini se kush ishin? Tani po ja u tregoj. Unë do bazohem si gjithmonë në studimet e Mauro Bilinës, të miku ton, sepse ai di gjuhën ebraike dhe ai ka bërë studimin e mirëfillt të Biblës, duke përkthyer atë në gjuhë të përkatëse, në këtë rast në italisht. Dhe sipas studimeve të tij, meleqët ose melekët ishin, ose malak si i quhen ai, ishin si mund të quhen lajmëtarët e Zotit. Duhet të dini që këta lajmëtar ishin ata që zbatonin urdhrin e Zotit. Në fakt ata e quanin veten e tyre si zbatues të fjalëve të Zotit. Fjalë për fjalë, dëgjojeni me kujdes sepse atë që do t'ju them është një përmbledhje vërtet shumë e rëndësishme dhe çfarë lidhje kanë këta meleqët me sot, pra me diskutimet tona këtu. Ndiqeni me kujdes. Kush është rastisht nëse nuk e ka bërë ende bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi përbashkë. Dhe do t'ju them se çfarë kanë lidhje me diskutimet sot. Pra e tham që meleqët në tekstet antike thuhet që ishin lajmëtarët e Zotit. Pra ata u bindeshin vetëm urdhrave të Zotit. Bile në tekstet e Biblës, Biblën në Dhjetën e Vjetër, tregohet që ata kur shkonin, siç tregon Mauro Bilino, ai ka përkthyer, kur shkonin, të gjithë kishin frikë. Dhe e dini pse kishin frikë? Sepse ata digjnin njerëzit. Po, digjnin me anë të një shkopi magjik. Pra kështu flitet dhe është shkruar e zezmi të bardhë. Nuk është se e shpika unë apo Mauro Bilino. Ai atë çka ka lexuar. Këtë e kemi diskutuar disa herë dhe është një nga temat më delikate. Dhe po ju them pse përse. Atëre, kur një nga këta patriarkët më të rëndësishëm që ju afrua një melek, i shkoi në shtëpi dhe meleku, me një fjalë, ky patriarku ishte një nga ata që i bindej urdhrave të Zotit dhe bindej urdhrave të këtyre melekëve. Dhe ishte një zëdhënës, si mund të quhej, me popullin. Dhe të gjithë i kishin frikë meleqët, sepse këta, siç ju thash, kur shkonin, mund të, me një fjalë, po thoj, pjesën ndërmuese të rasteve, i vrisnin njerëzit. Dhe thuhet fjalë për fjalë që zhdukeshin ose shfaqeshin nga hiçi, fjalë për fjalë. Pra, zhdukeshin ose shfaqeshin nga hiçi, nga zeroja. Sikur të ishin me magji. E di që ndokush ka ju tani do thotë që janë këto fantazira janë shkruar, nuk është se i themi ne, por prisni tani se ndiqni me kujdes. Pse kanë lidhje me sot. Dhe kur shkoi te ky patriarku, ai i kishte i përgatiti për të ngrënë. Zakonisht këta meleqët, në fakt në tekstet antike shkruhet që as nuk hanin, as nuk pinin, por ata ishin vetëm për të treguar që ishin të besuarit e Zotit. Sepse kaq të besuar ishin, sa që nuk kishin kohë që të hanin. Ky është nën teksti, jo se nuk hanin. Dhe ky i kishte përgatitur një gjell me mish. Fjalë për fjalë, një gjell me mish. Dhe kur ja nxori, që ja tregoi në tavolinë, pra i çoi këtë gjellën me mish melekut, ky patriarku, ai nxori, pra meleku, nxori një bastunin e tij dhe fjalë për fjalë dhe e dogji mishin së bashku me lëngun. E dogji aty në gur, sepse i tha ati i hidhe mbi gur dhe ai hodhi mbi gur. Ishin jashtë në verandë të shtëpisë. Dhe ai e dogji aty. E dogji për t'i treguar forcën, për t'i treguar që unë jam këtu sepse duhet që të plotësoj urdhrat e Zotit. Pra jo ti të më sjellësh për të ngrënë se s'kam kohë. Ky ishte shkaku. Megjithatë, ajo që ju tregova është një fragment që tregon haptazi se çfarë force kishin dhe kush ishin meleqët. Sipas teksteve, meleqët u krijuan nga zjarri dhe ajri dhe u krijuan si qenie të mirëfillta, pra të Zotit, por të kujt Zot? Në Bibël shkruhet të Zotit Jave. Pra Jave ishte perëndia e tyre, që ata e quanin edhe Allah. Pra këta meleqët e quanin Allah. Ç'është e vërteta, në këtë fragment shkruhet që teksa ai dogji
pra këtë gjellën, u zhduk. Pra u zhduk derisa u zvanit. U zhduk në ajër. Pra duke ecur, u zhduk. Fjalë për fjalë, kjo thuhet. Tani, pse po flas për këtë? Po flas sepse në kohët e lashta, në tekstet antike, i quanin meleq, që në të vërtet u quajtën ëngjëj më vonë, meleqët. Por të gjithë besimtarët e dinë shumë mirë që meleqët janë ëngjëj. Më vonë u shkruajt që ishin ëngjëj. Tani, nëse këta zhdukeshin nga hiçi dhe përdornin disa shkopinj magjik për të djegur gjërat njerëzit apo ku ta di unë. Dhe tjetra, dukeshin dhe zhdukeshin kur të dojnë të qefi. Dhe kur flistin me një njeri, ishin të dukshëm. Pra i shihje ball për ball. I shihje dhe mund të komunikoje me ta. Atëherë lind pyetja, kush ishin? Se këtu qëndron gjithë sekreti i të gjithës kësaj që po flasim. Po sikur t'jenë të njëjtët ata që po kërkojnë që të rishfaqen sot, të quajtur ose më mirë tash të quajtur alien. Pse u ndryshuan emrin? Sepse i ndryshuan emrin aty nga vitet 50-60. Ishin të njëjtët. Të njëjtët, ata lajmëtarët e Zotit, ose më mirë ata të besuarit e Zotit, të quajtur meleq, që sot, e di që ndokush ajo do thotë tani çfarë janë këto janë pralla. Po sikur të jenë të njëjtët. Është e njëjta gjë. Atë çka bënin dje, bënin dhe sot. Sot ata duken dhe zhduken kur të duan, në vend të shkopëve magjik, shfaqen kur të duan dhe me anë të një prekje mund të shërojnë njerëz, fëmijë apo ku ta di unë, keni me mira raste që kemi folur. Pra po sikur të jenë të njëjtë. Dhe nëse është kështu, atëherë diskutimet që bëjmë tani, këto të përbashkëtat, për sa i përket jetës jashtëtoksore që thot qoftë presidenti Trump apo edhe Biden, apo më falni, Barack Obama që thot këta ekzistojnë. Po sikur t'jetë e vërtet që ata ekzistojnë dhe tani ka ardhur momenti që të shfaqen. Dhe e fundit, pra mundet që t'jenë të njëjtë, e njëjta gjë, vetëm që u kanë ndryshuar emrin, sepse sjelljet janë të njëjta, që në atë kohë me sot, të njëjta. Por është bërë në mënyrë perfekte, i gjithë sistemi i ri, pra duke filluar nga viti 800-900, që kanë bërë të mundur që të futen në mendjen e njeriut, në mas të gjerë, dhe të tallen me njeriun. Dhe njeriu i quan si prralla. Por njeriu ka jetuar me këto prralla, ka jetuar me fantazmat, ka jetuar me qenie dimensioneve të tjera që i kanë parë të shfaqen nga hiçi apo të zhduken nga hiçi, keni me miliona fakte të tilla. Dhe prap se prap e kanë bërë kaq bukur në mendjen e njeriut sa njeriu thotë, ja, ma se prralla janë. Po mirë, ti ke që nga kohrat antike, akoma sot. Dikush, fantazmët, a ekzistojnë? Nëse ekzistojnë fantazmët, po sikur t'jenë të njëjtë. T'jenë pikërisht ata, alienët, që ne sot i quajmë alien, dikur i quajmë meleq, ose në forma të tjera. Pra, ky është sekreti i madh që doja ta diskutoja me ju. Ju, çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Ju përqafoj.